Kosovo Specialist Chambers. Dhomat e specializuara të Kosovës bisedojnë me qytetarë në të gjithë Kosovën për gjyqjet që zhvillohen në Hag dhe u përgjigjen pyetjeve të tyre. Pyetje të tilla si kjo: cilat janë kushtet për personat e ndaluar nga dhomat e specializuara? Të paraburgosurit në Hag kanë qasje të përditshëm në ajër të pastër dhe ushtrime fizike. Ata mund të marrin pjesë në aktivitete sportive, të gatuajnë dhe të hanë së bashku, si edhe të shoqërohen me njëri tjetrin. Gjatë muajit, ata mund të bëjnë dhe të marrin telefonata, si dhe të shkëmbejnë letra. Ata kanë të drejtë që 10 ditë në muaj të kenë vizita nga anëtarë të familjes, miq dhe të njohur. Të paraburgosurit mund të marrin pjesë në shërbesa fetare. Ata kanë në dispozicion materiale për të shkruar. Gjithashtu, kanë qasje në programe radiofonike dhe televizive në gjuhën shqipe, si dhe në libra, revista dhe gazeta. Avokati i popullit i dhomave të specializuara dhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq kryen rregullisht inspektime të pavarura, të paparalajmëruara në njësinë e paraburgimit. Kjo siguron që të paraburgosurit të trajtohen në përputhje me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Të paraburgosurit mund të paraqesin ankesë në çdo kohë te shefi i njësisë së paraburgimit, tek avokati i popullit i dhomave të specializuara ose te Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Nëse ndihen të papërfillur, ata mund të ndjekin një procedurë ankimimi, duke ju drejtuar zyres administrative, dhe si hap i fundit, një procedurë ankimimi drejtuar gjyqtarëve.